E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi me dinamikat më të mëdha të Big Brother. Tani unë dua të them që produksioni i Kosovës le të merr shembull nga produksioni i Shqipërisë se si nuk duhet toleruar në asnjë mënyrë gjuha e urrëties e jo më të tolerohen domethënë gjëra që në fakt atje po tolerohen, zënka, dinamika etj etj. Sonte hapet edhe akuariumi, shtëpia e re në fakt që Big Brother ka folur, por në televotim janë Casey, Kristi dhe Seno, tre banorë që në fakt kanë krijuar një dinamik duke përdorur gjuhën bullizuese ndaj Kristit. Unë e di që Seno që në momentin e parë kur ka hyrë në shtëpi e ka patur luftën me Kristin, domethënë nuk e ka pritur, nuk e ka dashur, nuk e ka mbështetur bindjen e ty, mënyrën e lëvizjes, domethënë mund të jetë edhe ndonjë njeri që paragjykon homoseksualët sepse Kristi nuk është homoseksual, por paragjykon homoseksualët dhe ndoshta Kristi mund t'i duket i tillë. Ndërsa Casey siç duket ka nisur betejën me Kristin, domethënë luftën e ka nisur me Kristin dhe dëshiron që Kristin ta heqë nga shtëpia sepse edhe mund t'i duket si një banor tepër i rrezikshëm aty brenda. Tani në këtë televotim të hapur i cili do të mbyllet pikërisht sonte në shtëpinë e Big Brotherit, kush mendoni se do të lërë shtëpinë? Seno, Kristi apo Casey? Edhe pse në fakt unë mendoj më shumë i rrezikuar në këtë lojë është Seno.